Mirë, unë vetëm për hir të opinionit, sepse po krijohet përshtypja që ka pas drejtë e janë degraduar drejtat. Unë vetëm desha për ta pas qartë opinioni, që nuk flasim këtu për diçka që është degraduar ose është privuar nga drejtë. E para. E dyta, domethënë brenda kësaj periudhe të vjeçare, pra unë përmenda në mënyrë konkrete se domethënë janë zgjidhur siç është çështja e licencave të edukatorëve, sepse për provimin e jurisprudencës pa për maksimum 10 student mund të aplikojnë brenda ditë. Përsa licenca për edukatorët në qerdhe dhe arsimin parashkollor janë qindra më së mira. Dhe këtë nuk e flas për arsyetim, prandaj edhe ka pas protestë, është mirë që është protestuar, është vlerë demokratike. Ne dëshmojmë që tim ta ndëgjojmë këtë zë dhe të trajtojmë në mënyrë institucionale për të zgjidhur këtë çështje. Mirë, po nuk është vetëm çështje e jurisprudencës, domethënë brenda kësaj periudhe ka pasur çështje të tjera që i kemi debatuar, i kemi realizuar dhe po avanson në drejtim të shqiptarëve, siç është korridori 8, domethënë që është investim të 2 miliardë euro, siç po kemi rruga Shkutblllas është 200 milionë euro, si asnjë qeveri të remotash pra po ndërtohet kampusi i Universitetit Nën Tereza në gjuhën shqipe. Ju e dini nëse keni ndjek domethënë Universiteti i Tetovës është themeluar me gjak, po ende s'ka përfunduar kampusi i Universitetit të Tetovës. Çdo cikël zgjedhor është ndërtuar një fakultet, një konvik, një kështu. Apo Universiteti i Evropës Juglindore, domethënë është bërë me donacione nga të huajt, ndërsa është hera e parë që në Universitet Shqip në mes të Shkupit po ndërtohet kampus 60 milionë euro. Po përfundojmë sheshin Skënderbej 20 milionë euro. Për herë parë pra komunat në Maqedoni, shtylla e marrëveshjes është decentralizimi. Dhe nëse komunat shqiptare kanë ndjetë dorën e ngrohtë të qeverisë, ka qenë në këto 2 vite, ku nga 300 milion kanë marrë afër 100 milionë euro. Për ju kanë më shumë të drejta sot shqiptarët që në momentet që flasim apo kanë më pak se ç'kan patur më parë? Janë më të përfaqësuar se ç'ka qenë më parë apo janë më pak të përfaqësuar? Ju çfarë leximi i bëni? Unë domethënë mundova të elaboroj që brenda 2 viteve edhe në këtë segment, edhe tek investimet kapitale, ne po bëjmë 2 rrugët që e lidhë njëra lidh me Shqipërinë, tjetra me Kosovën, pra ka avancim të dukshëm domethënë në këtë drejtim. Mirë, po për temën tash se nuk them se ka qenë krejtësi, domethënë ka pas të arritur. A ka një tentativë për ta zhdukur gjuhën shqipe, qoftë nga vulat, qoftë nga dokumentacionet, tabelat? Pra ka një lloj shqetësimi edhe për ju aty si njeri që keni bërë betejë për të ardhur praktikisht dhe për të fituar shqiptarët të drejta në Maqedoninë e Veriut? Keni një lloj zhgënjimi me qoftë edhe me partnerët në koalicion? Nuk ka, e tha me shumë përgjegjësi, pra ligji i gjuhëve. Domethënë është në fuqi dhe aty ku është rregulluar si duhet edhe sot nuk ka problem. Pra në qeveri tabela është në 2 gjuhë, në parlament është në 2 gjuhë, flit në parlament domethënë zbatohet gjuha shqipe plotësisht. Nuk flas po domethënë për detaje, po në parim ligji i gjuhëve të 20% është generatori i krizës. Pra nuk është zgjidh këtu statusi i gjuhës shqipe siç është zgjidh statusi i gjuhës serbe në Kosovë, ku serbët janë 3%, dhe edhe në nivel republikan, edhe në nivel lokal, gjuha serbe është zyrtare, edhe në qeveri në Kosovë mund të jenë ultranacionalisti si kryeministër, qeveri shumë ekstremiste, po nuk i shkon ndërmend, shkon ta prek gjuhën serbe në Drenis, në Drenas, diku ku nuk ka asnjë serb. Problemi është se ligji i gjuhëve që sjell në atë kohë ka qenë një kompromis, një zgjidhje gjysmake, edhe që lën shumë hapësirë për interpretime. Se kur hinë në Bllac, mandej në komunën që Sandeva shqiptarët janë 4% ku mundet, po kur kalon te Buteli s'dia mundet, po kur vjen në Çajër mundet, po vjen në Gazibab s'dia dhe mund. Pra problemi është se shumë hapësirë për interpretime ka, që janë të pafunda sepse nuk është formuluar si duhet domethënë në fillim. Zoti Mexhidi, më fal, një moment, dhe më njëherë do vi tek ju zoti Nazarko. Zoti Mexhidi, duke qenë se ju folët për rrugë, folët për infrastrukturë, folët për hapa pozitive që janë marrë, studentët ku do bëjnë provimin dhe kur? Studentët do e bëjnë siç e bëjnë domethënë edukatorët në Bërqerdhë, në laboratorët pa protesta e kemi rregulluar shumë shpejt pra të rregullohen dhe ne nuk i kemi hapur vetëm çështjen e jurisprudencës. Që shqiptarëve t'ju japim me doza, domethënë sot e rregullojmë jurisprudencën. Po shumë shpejt, kur është shumë shpejt? Më shumë në vim. Po ne nuk e kemi hapur jurisprudencën, ne kemi hapur të gjitha provimet profesionale dhe gjitha licenca, domethënë që një herë ta mbyllim domethënë atë çështje dhe mandej të kalojmë te çështje tjera.
Po për hir të vërtetës, pra opinioni duhet ta dinë se generatori i krizës është ky lish i gjuhëve i cili lën shumë për të dëshiruar dhe shumë për të interpretime të lira. Megjithatë ju në 2019 e keni përshëndetur ligjin për gjuhët apo jo? Unë edhe sot e përshëndetit se ka qenë avancim, por nuk është zyrtarizimi i plot i gjuhës shqipe. Pra nuk e ka statusin. Ka në fund mandatit ta bëni të arrini lidhur me këtë drejtim. Do më ndajnë fund të mandatit të qeverisë, a prisni që gjuha shqipe me qenë gjuhë zyrtare në gjithë Maqedoninë, apo të ashtoni atë në 10%, është pyetje nga profesori i shkencave politike zoti Nexhmedin Spahiu. Çka është ambicia juaj për të arritur në këtë drejtim? Si pjesë e qeverisë? Është në agjendë, domethënë prioritetet më të larta, po nuk është që mund sonte ta puntojmë, domethënë që e bëjmë nesër apo pas nesër. Mirë po, e kemi thënë publikisht edhe brenda qeverisë, edhe jashtë qeverisë, se problem për generatori krizës është ky ligj dhe duhet të gjejmë një ligj i cili po ligji mund të bëhet më i keq për shqiptarët, jo më a premtoni që do të bëhet më i mirë. Ky është problemi. A mund të premtoni që ky ligj do të përmirësohet në kuptimin e përmirësimit, po mendoj në favor të shqiptarëve, sepse ligji mund të ndryshohet edhe mund të jetë më i keq më në disfavor të shqiptarëve. Çka është, a mendoni që keni fjalë, keni peshë brenda qeverisë maqedone që këtë ta ndryshoni për të mirë, apo është krejtësisht në jashtë dorës suaj, jashtë mundësive tuaja që të bëni diçka në këtë drejtim? Pra, për ta ndryshuar. Ku është qëllimi juaj të paktën atë? Nuk e di. Ta dëgjojmë edhe me se ka një përgjigje sigurisht. Po. Për ta ndryshuar statusin dhe për të marrë statusin e merituar gjuha shqipe, duhet të fillimisht pra korrigjimi të jetë në kushtetutën e Maqedonisë. Pra, kushtetuta e Maqedonisë nuk i ka të ranguar në mënyrë të barabartë gjuhën maqedone dhe gjuhën shqipe. Për ta ndryshuar këtë duhen 80 vota në parlament, dhe duhet një momentum politik një konsensus më i gjerë, pa që mund të garantojmë domethënë statusin e ligjit të gjuhëve, kështu si është, ne jemi garantues pra që nuk preket asnjë milimetër, dhe brenda kohës pra ne ka çështje të cilat i kemi avancuar, siç përmenda pra pikërisht pra licencat për edukatorët, sepse në kalumen kanë qenë në gjuhën maqedone, sot e kanë në gjuhën shqipe, dhe kjo është avancim pra. Në asnjë moment pra nuk flasim për degradim të gjuhës, përkundrazi tendencat politike janë për të avancuar statusin e gjuhës shqipe. Zoti Mexhiti, ka patur arrestime të studentëve shqiptarë që kanë protestuar. Përfaqësues të partisë vlen, juristë të partisë vlen, ju vetë keni ushtruar, le të themi, autoritetin tuaj për të interesuar për ta? Pra, kemi ndjekë situatën dhe kemi qenë mbështetje të protestave që të jenë qeta, demokratike, edhe për, sa ka pas 2.000-3.000 pjesëmarrës, të gjithë kanë qenë tjerë për të marrë pjesë protest, për të shprehur mendimin ndryshe të tyre, ka pas vetëm 2 momente. Një moment ka qenë një gjysmë autobusi i mbushur, domethënë nga Shqipëria, me studentë të cilët janë vonuar domethënë në protesta, flas vetëm për këtë 20, por sepse është ndruar domethënë ruta e lëvizjes, sepse në Shkup ka pas edhe klubi i Shkupit Vardar është shkollë kampion dhe aty tifozat që janë të Vardarit, policia është munduar që mos vjen drejt tek kontakti apo për plasjen e tyre, dhe kjo i ka vonu për të marrë pjesë ka 20 studentë. Dhe momenti i dytë, pra nuk është e vërtetë që janë provuar nga liria 3 studentë shqiptarë, po aty janë të burgosur, domethënë 2 të ri shqiptarë dhe 1 maqedonas. Po kjo ka ndodhur pasi ka përfunduar protesta për shkak përleshjeve fizike të këtyre personave, janë privuar nga liria, të marrin gjobën domethënë për prishjen e rendit dhe qetësisë për këto 3 persona për shkak përleshjeve fizike dhe do lirohen sonte. Zoti mentor Nazako. Dhe kjo domethënë nuk janë të burgosur, domethënë privuar nga liria për shkak pjesëmarrjes në protestë. Qartë.